Është nga emergjencat kombëtare do ta quaja, daljen e plastikës pafund që ka nxjerrë kjo stuje e fundit ose kjo sasi reshjes që ra brenda një, le të themi, muajit nëntor, që krijojnë situatë të frikshme. Juve përmendet shkumbinin, po kjo ndodh edhe me gjithë lumenjtë e tjerë, por shkumbini është një lumenj që për gjatë gjithë gjatësisë që përmendet juve nga Prenjasi, ka një fluks të madh, jo vetëm lokalesh, bare, restorante, por edhe ka një popullat shumë të madhe, sepse kemi dy qendra të mëdha, Librazhën dhe Elbasanin, të cilat tradicionalisht, kurse edhe është bërë problem nëpër media, kanë përdorur si vend depozitime shtratet e vjetër të lumenjve. Por këtë radhë kishim sasi reshje shumë herë më të madhe dhe lumenj shkuan në shtrat natyrë natyral, duke marrë përpara të gjitha mbetjet e depozituara, qoftë nga firmat që merren me shërbimin e pastrimit, por qoftë nga subjektet ndryshme që kanë shfrytzuar këto vende për depozitim mbetjesh. Është emergjencë edhe theksoj që duhet të merret një masë e koordinuar, po kryesisht në radhë parë me edukimin dhe ndërgjegjësimin e gjithë atyre që ushtrojnë aktivitete, përdorin këto vende për të hedhur mbetjet, sepse duhet filluar urgjentisht klasifikimi i mbetjeve që në burim. Por përpara se të shkojmë te ky fushat që kërkon një organizim dhe marrje masash nga shumë aktorë dhe faktorë, së pari duhet fillojmë me edukimin dhe ndërgjegjësimin e të gjithë atyre që në aktivitetin e tyre të përditshëm përdorin plastikën. Në mos se kanë mundësinë për ta depozituar aty ku duhet, po të paktën të mos e hedhin atë vend e pa vend, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Duke filluar që nga nxënësit e shkollave, të cilët janë docit e parë për shkak të moshës, shpeshherë mungojnë dhe koshat për të hedhur këto mbeturina. Arsye pafund, të cilat në fund të ditës nuk e justifikojnë këtë veprim kaq mizor që njeriu po bën ndaj natyrës. Është krejt e kundërta asaj që ne vitet e fundit me të madhe kemi mëshuar që ka rritur numrin e turistëve në Shqipëri, por turistët nuk vinë këtu për sytë e bukur tanët, por vinë për ambientin natyral, për këtë natyrë të virgjër, që ne çuditërisht e ndosim frikshëm me sjelljen tonë të përditshme që është për të ndëshkuar, por le t'i lëmë një hapësirë shoqërisë, mediave dhe në mënyrë të veçantë organizatave që merren me mjedisin, por kjo nuk është vetëm natyrë, shkollave, pra sistemi arsimor, dhe pastaj në fund bashkitë që duhet hartojnë politika për vimësinë, si duhet merren masat që kjo sasi mbetjesh plastike të reduktohet deri në minimum. A është kjo një pasqyrë jo e mirë, ose si të themi ka të bëjë për syrin e turistëve, mbeturinat, pasi her pas here turistët e huaj kryesisht perëndimor janë shumë të ndjeshëm. Veç asaj që kanë shprehur që është një vend i mirë, i bukur, i pastër, ka shprehur rezervat e tyre për mbeturinat. Ne kemi parë shumë raste kur të gjitha persona që vinë për të vizituar Shqipërinë, turistë, vendas, shqiptarë të Kosovës, apo dhe nga vendet të rajonit, por dhe nga vendet ndryshme, sepse Shqipërinë kanë frekuentuar turistë nga gjithë bota, të parën gjë që vjen re është ndotja dhe mjedisi jo i pastër. Kjo sigurisht kërkon marrjen e masave urgjente. Nuk ka zgjidhje me shkop magjik, sigurisht, por që të lëmë këtë imazh kaq të keq tek njerëzit që vinë për na vizituar dhe për të harxuar disa para tek neve, kjo nuk është korrekte. Se si duhet ta zgjidhim, kjo le të na shërbejë si një mësim i mirë për të marrë masa urgjente në të gjitha nivelet, si qendror dhe ato lokal, që kjo situatë ka nevojë për një aksion të fuqishëm në të gjitha nivelet. E thash edhe një herë dhe përsëris, edukimi dhe ndërgjegjësimi i komuniteteve ka filluar të bëhet, por kjo situatë nxjerr më urgjente fushatën për të predominuar në radhë të parë edukata e njerëzve. Nëse ne nuk kemi edukatën minimale, që atë çfarë nxjerrim nga konsumi i përditshëm, ta hedhim në vendin e caktuar, sigurisht kështu do të vijë edhe më pas. Edhe në rastet kur e shikojmë, ne jemi indiferent. Të gjithë e shikojmë dikë që hedh në tokë, mund të mungoj koshi, ndoshta në atë afërsi që ai mendon, por edhe në makina nuk është turp të mbash në një qese disa mbeturina, ato të hedhësh në koshin e parë që ti vetë mundësia për të hedhur. Ne kemi pyllën e Divjakës. Shpesh, juve keni qenë nismëtar të kronikave ku shkojnë e përdorin pyllin, bëjnë atje kampingja apo zgara, çfarëdo që bëjnë, dhe në fund fare nuk mbledhin mbetjet. Kjo është e pafalshme. Dhe pastaj çuditemi pse na ndotet në plazhet e Vilboshtovës ose plazhet
Adriatiku ka një cikël të vetë në ujor që gjithë ujërat përtiten në krahun e kundërt të akrepave të Torës dhe mbetet e shkumbinit shkojnë në Vilbostov, mbetet e Semonit vinë Divjak dhe kështu me radhë, ndaj dhe nuk është çudi që ato kanë përfituar në Kroaci nga kjo lëvizje e ujëve të Adriatikut. Ne dërguam një mesazh me plastikat tona, se ato kanë markën dhe stampat e kompanive që i prodhojnë, por kjo s'është gjë e mirë. Se duhet të presim neve që të na thotë Kroacia apo të tjerë operatorë që Shqipëria po bëhet ndotës i madh. Për të futur në Bashkimin Evropian, është kriteri domosdoshëm edhe kultura, një mjedis i shëndetshëm është në radhë parë për ne i rëndësishëm dhe pastaj për ata që vinë na frekuentojnë dhe harxojnë disa para në këto prona që ne i kemi të mrekullueshme, por nuk dimë të menaxhojmë. Faleminderit juve.